Изградена во 2021 година, но со затворени врати никако да се отвори. Сето ова поради немање согласност за вработување од страна на Министерството за финансии. Станува збор за градинка лоцирана во Пршовце, во општина Теарце. Градоначалникот на општината Даут Мемиши вели дека досега се поднесени 3 барања, а последното е поднесено на 17 март и се очекува Министерството да го одобри. Deri më tani do të nesi institucion si komun, kemi bërë 3 kërkesa në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe pastaj është procedura shkon në Ministrinë e Financave. Ditë e para do të thotë kemi marrur negativ nga ana e Ministrisë Financave me arsjetimin se nuk kanë arritur do të thotë në të kaluarën të bëjnë planin e punësimeve ashtu siç duhet. Tani kërkesën e fundit e kemi korrigjuar me 17-in e 3 muaj mars. Kemi dozuar dhe tani jemi në pritje dhe besoj që do të jetë nga ana e Ministrisë së Financave do të jetë përgjigje pozitive. Жителите на Пршовце велат дека градинката им е многу потребна и изразуваат оптимизам дека конечно ќе се отвори. Zo boven die man Tjetër e nevojshme për fëmijët. Ajo është me vërtet. Po apeloj që të qilet. Apeloj që të ecë përpara vetëm për fëmijët. Të kenë gratë kushtet më të mëra. Ajo është. Во оваа градинка треба да бидат згрижени околу 150 деца, додека од општината вела дека потребата е многу поголема, за повеќе од 550 деца. Градоначалникот додава дека ќе поднесат барање да се отворат нови градинки.